تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. ثم قبل البدء بالأسئلة نوصي الإخوة بجملة من الوصايا. Pastaj para se të fillojmë me pyetjet, dua t'i këshilloj vëllezërit me disa këshilla. أولا أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. Fillimisht ju këshilloj dhe ju porosis që t'i friksojeni Allahut dhe të ruheni prej zemrimit të tij. وأنه يجب على العبد أن يعلم أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لطاعة الله. Njeriu duhet ta di se nuk është krijuar në këtë botë për asgjë përveç se që t'i bindet Allahut. وأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. Dhe se kjo dunja nuk ka vlerë tek Allahu as sa krahu i mushkonjës. وأننا كلنا مقبلون على القبر ومحاسبون. Dhe të gjithë ne jemi në drejtim të varrit, në rrugës për të hyrë në varr dhe për të marrë në llogari. والعبد لا يعلم متى تحين ساعته ولحظته وقيامته. Dhe asnjë rob nuk e di se kur do t'i vijë çasti dhe momenti i tij dhe kur do të fillojë rruga e tij për ahiretit. وقد لا يقوم من مجلسه. Dhe ndoshta ka mundësi dikush që nuk ngrihet nga ky vend që është ulur. فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Në hadith, nëse zgjohesh në mëngjes, mos e prit darkën, dhe nëse ngrysesh në mbrëmje, mos e prit mëngjesin. فالسعيد من عمل لآخرته. I lumtur është ai që punon për ahiret. والذي لا يفقه والخاسر هو من يعمل لدنياه وينسى آخرته. Dhe ai që nuk kupton dhe që është në humbje, është ai i cili harron ahiretin dhe nuk punon për ta. ولا شك أنك تأتيك في هذه الدنيا فتن الشبهات التي تواجه بالعلم، فتن الشهوات التي تواجه بالتقوى والصبر على الطاعة. Dhe nuk ka dyshim se gjatë jetës kësaj bote do të vinë sprovat shumëta dhe sulme nga dyshimet, të cilat duhet të përballen me dituri, dhe do të vinë sprova dhe fitne nga epshet, të cilat duhet të përballen me takwa, me domethënë ruajtje prej dënimit të Allahut dhe gjithashtu me bindje ndaj Allahut. الوصية الثانية في الاجتهاد في التعلم والعلم. وارفع نفسك في العلم. Porosia e dytë është që të përpiqeni dhe të mundoheni për mësimin dhe grumbullimin e diturisë. الأوقات تمر سريعا والسعيد من اغتنمها بالعلم والتعلم والقراءة. Koha ik shpejt, prandaj i lumtur është ai që shfrytëzon kohën me mësim dhe lexim. فلا بد أن تجعل لنفسك ولوقتك شيء من القراءة والتعلم وسماع الأشرطة وارتباط بأهل العلم الكبار. Prandaj duhet patjetër një pjesë të kohës tënde ta bësh për të lexuar, për të mësuar, për të dëgjuar mësime, për të lidhur me dietarë të mëdhenj. الوصية الثالثة الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. Porosia e tretë është që të jepni mund dhe përpjekje për të thirrur në rrugën e Allahut të lartësuar. فلا بد أن تجتهد في دعوة أهلك ودعوة زوجك ودعوة أبنائك ودعوة قبيلتك. Patjetër të mundohesh në thirrje të familjes tënde, të gruas tënde ose bashkëshortit ose bashkëshortes dhe të gjithë ata që i ke përreth dhe njerëzve në përgjithësi. وهنا يعظم الأمر والواجب على طلاب العلم الذين تخرجوا ودرسوا ورجعوا إلى أهلهم. الواجب عليهم والمسؤولية عليهم كبيرة. Obligimi më i madh është edhe më i madh është i nxënësve të dijes, të cilët kanë mësuar, ju ka dhënë Allahu mundësi që të udhtojnë për mësim dhe janë kthyer në vendet e tyre. والله سيسألكم وسيحاسبكم عما تعلمتم من العلوم. هل فتحتم دروسا؟ هل نشرتم علما؟ هل ترجمتم كتابا؟ Allahu do t'ju pyes për këto dhunti, do t'ju pyes për diturinë që e keni mësuar, a keni mbajtur mësime, a keni përkthyer libra, a keni qenë aktiv në përhapjen e diturisë. فإن الله اختارك من بين الآلاف، بل قد يكون بين الملايين. اختارك أن تكون طالبا في الجامعة وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترجع ويموت هذا العلم ولا تنميه ولا توسع مداركك ولا تدعو إلى الله. انقلبت هذه النعمة إلى نقمة وأصبحت محاسبا عليها.
Pastaj duhet ta dish se Allahu të ka zgjedhur nga mesi I mirave, ndoshta I miliona njerëzve, të ka përzgjedhur ty që të shkosh në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të mësosh të dietarët, të grumbullosh dituri dhe pastaj kthehesh edhe e vdes këtë dituri, do të thënë nuk e shton, nuk e përparon, nuk e ngre dhe nuk e përhap. Të thotë atëherë kjo dhunti madhështore shndrohet në dënim. وكذلك من الوصايا التعاون فيما بينكم على الدعوة إلى الله ونشر السنة والتوحيد. Po ashtu porosia tjetër është të bashkëpunoni me njëri tjetrin, të ndihmoheni me njëri tjetrin për përhapjen e thirrjes për tek Allahu dhe përhapjen e tauhidit. تتواضع مع أخيك وتشد من أزره وتثني عليه بما هو فيه من الخير حتى يجتهد وتجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. Do të thonë të afrohesh me vllajën tënd, ta përkrahësh, të japësh ndihmë, thosh në një fjalë të mirë për ta që e ka, do të thonë për një të mirë që e ka, do të thonë që të forcohet dhe të fuqizohet për përhapjen e diturisë. ويجب أن تتركوا الخلافات الجانبية والخلافات التي تكون أسبابها أشياء نفسية فيما بينكم أو فيما يعني يدخلها الشيطان فتضر الدعوة. الواجب هو خفض الجناح والتعاون وترك أسباب النزاع والخلاف والاجتماع على الدعوة إلى السنة. Dhe duhet t'i lini ato mosmarrveshjet dhe kundërshtimet, grindjet, të cilat mund të jenë për shkaqe personale. Do të thënë të hidhni ato pas shpine dhe sepse obligimi është bashkëpunoni dhe ta ndihmoni të gjithë këtë thirrje. الوصية الأخيرة هو في الرجوع لأهل العلم الكبار، أخذ العلم عنهم. الحمد لله أشرطتهم موجودة، فاقرأ عليهم وادرس من أشرطتهم وارجع إلى كتبهم. الأئمة الكبار الشيخ الألباني والشيخ بن باز والعثيمين والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبيد الحيدان الفوزان وغيرهم من العلماء الكبار لا بد من أن ترتبط بهم وأن تربي طلابك على الارتباط بهؤلاء العلماء الكبار. Pastaj këshilla tjetër është që të lidheni me dietarët, do të thonë të keni gjithmonë të jeni të lidhur me dietarët dhe me mësimet e tyre, dhe sepse mësimet e tyre ose dituria e tyre është prezente në librat e tyre, në incizimet e tyre. Thotë merrni dituri sikur nga gjithmonë të jeni të lidhur dhe t'i mësoni nxënësit tuaj që të jenë të lidhur me dietarët, siç janë këta që I përmendi Sheikh Ibn Baz dhe Uthaymin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Haydan dhe Fawzan, Sheikh Rabi' dhe dietarë të tjerë, domethënë pra të jeni gjithmonë të lidhur me mësimet dhe udhëzimet e tyre. وهذه وصايا لي أولا ثم لكم ثانيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة ويثبتنا عليها. Këto këshilla janë për veten time fillimisht, pastaj edhe për ju. Dhe lutim Allahun që të na bëj prej pasuesve të sunetit dhe të na përforcojë në të.